Përshëndetje shipe, mirë se ardhëm me një video 3, o jam Silvi. Sot jemi të bo unboxing një tastaturë 3 e cila është Kibumi Phantom 81. Kështu që do bëjmë unboxing këtë tastaturën e re që na ka dërguar Kibumi. Faleminderit. E keni linkun e parë në description, kush dëshiron me ble, keni #Kibum. Linkun e parë në description, shifoni se çfarë tastaturë është. Sot do bëjmë unboxing edhe testin këtë tastaturën e re. Edhe do shohim se çka ka s'ka në këtë tastaturë. Se çka tastatura më ka vënë kit viron edhe ka më asov. Po do të pak më ndrru tash. Okej. E kemi katanën. Katana, bisit bandama. Okej. Çelëm shto, bismillah. Dizajnin e paketit se ka më jam shumë fort. Bravo. Okej. Çka është sene vënë bruda. Okej. Tash s'ka mirë pak më kështu që shifni pak më poshtë. Besoj se shte është ka dukët, nashta s'duk në shumë. Është nëse uli karrikën. Që pëse i bugle mëna, what the fuck. Për që se ula njerës karrikën që të më thonë dalim edhe une edhe tastatura dale shumë të fakt është. Atëre, është momenti të vërtetës. Luksus bablak. Wow, so fort dhe s'kam boha. So normal ta e, Kibum. Thank you guys so much. Oh my god. Wow, qëre të pi pas ka virë. Aj. Do gjithë qysh me aboni foto. Me mlu kana. Shumë forta. Kanë menua me mlu e njerës tastatura. Që në s'kam pa. S'kam pa, se sa e një burë. Shumë ka materiali fort. E kemi një fletore që të me lezu liber. Stavi kjo. E kemi një kabel këtu që është Type-C. Të më thonë sa kabel në kam bo, Këtë kabel kam bo. E kemi një shtraf sigara pas me plus. Edhe këto sena tjera. Që vinë më thonë për me që më në të tastatura. Okej, këto pikthemi të mas. Besoj që na vin. I pas me edhe 3 sfiqa. Atëherë. Tastatura, lukës para... qarona njerës kana. Kështë momenti të vërtetës. What the... s'kom post një tastaturë, bro. Oh my god, bro. Holy shit. O njerës. Që është kjo tastaturë, bro? Oh my god, bro. Holy shit. What the fuck? Tastaturë transparente, njerës. What? E kam post një tastaturë që të ngjashme, më jetë qka që fort. Kjo ka qëtër nivele, bro. What the fuck? Hey, bro, I'm so impressed. Hey, njerës shumë ju impresionu, ekstrem. Wow, bro. Po ma fejka. A fëmishët i pas ka këto normal që unë nuk i përdori eq. Përtura e fëmishët i ka. Delin, pejtin, enterin, për shifr ka ketë njerës. Shkjo ka më konë tastatura ime preferu me njerës. Lux kana. Lux të quna. Kibum. Kibum o quna. Lux. Atëra, është momenti të vërtetës me testua. Qa është të fort se pas ka ketë. Me mblu për shamë, a mbloj me tastatura. As plu një sarop, as këqo. Qa bruda. Okej. Atëra tash është momenti me testua, me fut. Kam besu që kam më konë qa që fort. Atëra, t'ju të regoj edhe diqka. Këtu e ka WinMac edhe okej. Kjo pjesa këtu që është, e ka me Windows ose Mac nëse e keni Apple. Të më më shmëndrua.
Kjo këto e keni. Në anën e majtë është Bluetooth, e dyta USB edhe 2.4G është me, si me thonë, me val Wi-Fi që është edhe qa. Dhe më mush me lidh edhe Bluetooth, edhe pa Bluetooth, veç me këtë pjesën që ka këtëne, që. Më thonë veç me këta, edhe lidhët. Kjo ka magnet, shumë pana fort. Kjo diçka nuk porret, kjo veç do shtore porre ka. Okej, atëherë është momenti të vërtetës, na do e fusim me kabël. Dhe le ta testoj. Oh my god, bro. Edhe këto pjesë po mas. Shumë fort. Edhe këto, kjo po shtat ka se ngjyra shumë fort. Për të merr ka pak syt kjo, ne? Apo se dhe që është dita ashtë edhe këtë transparente. Ama përderisa nëse i ki mësu shkronjët të tastaturës, i din përmend që nuk e ki problem. Këto pas na zonën me nara me lëshua. Me trus ta su bëj ka kur të shu. Për momentin nuk e dja se deri që jemi të. Se di. Gjithsesi që kjo është tastatura njerës. Kjo është tastatura prej Kibumit. Faleminderit Kibum. Thank you so much. Nëse dëshironi shifeni edhe linkën apo në description. Edhe e shifeni edhe sa për minit që nërë kushton kjo tastaturë. Faleminderit shumë. Kjo ka më kanë tastaturë jeme preferuar. Faleminderit shumë edhe peace i dua.